Përfësimi të gjithë, përshëndetje, mirë se erdhët, miq të dashur, që e pëlqeni shumë astrologjinë dhe sigurisht këtu bëhet fjala për astrologjinë vedike. Vedike që është më e sakta, nuk është astrologji kineze, nuk është astrologji e perëndimit që më mësuar të shohim në televizore, por është astrologjia vedike, astrologjia që është e saktë në të gjitha kohrat dhe i merr gjërat ashtu siç janë pikërisht në qiell. Përshëndetje. Pra kemi një hënë të re, e cila ka filluar në fakt rreth orës 1 të natës të kësaj dite 19 marsit dhe do të jetë hëna e re gjeri, pra edhe sot. Sigurisht tani është hëna e re, biles ka afruar disa gradë, është hëna e re. Hëna e re, pra kur është hëna e re dhe sot bëhet fjalë me 19 mars 2026, sepse kemi bërë shumë video për hëna e re, hëna plot. Bukur, dhe jemi pranë në vitin 2026 dhe jemi në muajin mars dhe së shpejti është dhe gjithashtu dhe ekuinoksi. Ekuinoksi pranveror me 21 mars, për cilën unë do flas në fakt, se është një temë dhe ajo tjetër shumë interesante, do të flas tek Vision Plusi, të hënën mund të më ndiqni në orën 12 live në televizor. Pra, le të kthehemi tek sot, tek gjërat që sot, si është qielli sot, çfarë gjërash ka aty në qiell. Pra ashtu siç është sipër në qiell, do të ndodhi dhe poshtë, do të ndikojë tek neve, sidomos kur bëhet fjalë për hënën, që në përgjithësi ndikon tek ne në fakt çdo ditë. Pra hëna e re që ne po hym në një fillim të ri. Një fillim që lidhet shumë me energjinë e spiritualitetit gjithashtu. Hëna është tek peshqit. Okej? Të thonë çfarë të thonë këto astrologjit e tjera, hapeni syt, shikojeni ku është hëna, është hëna shumë e re, me si duket, dhe është pra në peshq. Okej? Do të marr sigurisht çfarë do thot për peshqit dhe në cilën po të shkojmë më thellë, po ta bëjmë një zoom in tek hëna, do të shohim që ajo është në një nakshatra, pra hyn tek astrologjia vedike tani, që quhet Uttarapadrapada. Dhe është një nakshatra në fakt që unë kam studiuar shumë. Është e preferuara, do të thoja. Ka një energji spiritualiteti të pamas. Ka shumë simbole kjo lloj nakshatre, pra energjia e hënës që është sot, që do të na ndikojë sigurisht tek gjithë ne. Okej, dhe unë do ta shikoj edhe për hartën, pra për gjithë njerëzit, ata që janë ascendent, dashi e gjithë të tjerët. Në rregull? Pra kjo hëna e re si do të ndikojë. Sigurisht nuk është se hëna e re, domethënë sot është faza e parë e hënës, okay, quhet hëna e re, nesër është faza e dytë, e tretë, dhe në fakt sot është dhe natë e shenjtë në Indi. Ose në aty ku e njohim pra kalendarin hënor. Kalendari hënor është në gjithë botën, më përpara njihej shumë mirë. Sot njihet deri diku, është ngataruar, apo jo Ramadani, apo kjo, po në fakt ka thjesht bëjmë me energjinë e diellit dhe hënës sidomos. Okej? Pra në gjithë botën kemi kaluar një ndryshim shumë të fuqishëm kohët e fundit. Ka ndodhur shumë luftra që po ndodhin dhe nuk e dihet çfarë mund të ndodhi dhe do të ndodhin gjëra të papritura, pra grindje, mosmarrveshje, të paktën lajme të këto gjërat, një dyndje, shumë sekrete që janë hedhur këto kohët e fundit. Janë lëshuar, sepse është dhe koha e tillë, dhe në fakt dhe këtë ka treguar astrologjia vedike. Pra, gjërat negative në përgjithësi kur na ndodhin është sepse jemi larguar nga hynorja. Në epokën Kali Yug jemi duke dalë nga kjo epoka e errësirës, pra e dhimbjeve dhe i torturave. Okej? Jemi duke dalë, jemi duke hyrë në epokën e ujorit. Kjo hëna e re na lidh më shumë me hynoren sigurisht, sepse është shumë spirituale, është një nga shenjat më shumë spirituale nga gjithë nakshatrat, 27 nakshatrat, nga gjithë shenjat në përgjithësi. Okej? Peshqit. Peshqit pse quhet peshqit? Sepse ka dy peshq që puthiten në njëri tjetrin, edhe formojnë një të plot, pra është plotësimi në fakt, edhe te kjo yjesi ku hëna e re sot. Rregull?
Por neve pra kur spiritual do të thotë që spiritual dhe material është e njëjta gjë njerëz, okay? Mos u bëni skizofren, jo po unë dua më shumë materialen, spirituale e far, ose unë dua shumë spiritualen, materialen e piu, hidhen plera. Jo, duhet jemi në mënyrë të balancuar. Dhe në fakt dhe kjo hëna sot është për balancën. Edhe Equinoxi që do të na vi javës tjetër, me 21 mars është për balancën. Pra kur spiritual do të thotë që ti kujdesesh për trupin tënd dhe kjo është gjë materiale. Trupi është material. A është trupi material? Hajde juve që po na shikoni 1200 veta në TikTok. Sa veta në Instagram? Nuk shikoj. Trupi është material. Trupi është material, është e prekshme, është materia, pra duhet kujdesesh për materie. Në qoftë se nuk ke një trup nuk kujdesesh për trupin, ke një trup jo të shëndetshëm, je smur, ke shqetësime, nuk ç'a punë spirituale do bësh, nuk do bësh dot punë spirituale. Pra spirituale dhe materiale janë të lidhur me njëri tjetrin, okay? Dhe lidhen kur ti kujdesesh për trupin dhe bën dhe punë spirituale në të njëjtën kohë, që do të thotë po kryen detyrën tënde njerëzore në këtë botë. Okej, le të kthehemi te hëna e re sot. Pra, kur largohemi nga hynorja, nuk jemi më të mbrojtur nga hynorja, atëherë jemi në duart e qenieve jo të mira që krijojnë një sistem burgosjeje, që quhet matriksi, burgu i matriksit. Në rregull? Po pse ka që theksuar tani? Kemi një bashkim gjithashtu, mos harroni, kemi Rahun dhe Marsin së bashku në ujor, pra kemi dhe Mërkurin retrograde aty, që shumë njerëz flasin një Mërkuri retrograde, ndërkohë që hëna është e re, okay? Pra këto janë pak ana çfarë po ndodh në qiell, gjithashtu që është po ndodh pra në qiell me planetet e tjera. Mërkuri do të mbarojë retrograde, pra retrogradimin quhet në shqip, në 21 mars. Okay? Dhe atëherë mund të filloni të harxhoni pak lek. Deri atëherë mos harxhoni shumë. Do t'i harxhoni me llojçik. Dhe udhëtimet dhe këto gjërat në fakt kanë qenë se dhe Mërkuri retrograde pengon udhëtimin në disa vende, jo në gjithë vendet. Okay? Tani kur Rahu afrohet me Marsin, Marsi sjell zemërim, agresion, luftë, konflikt, që po e shikojmë. Pra kemi edhe iluzion plus luftë plus konflikt, dhe kjo ka sjell shumë kaos. Okay? Mirë. Mërkuri në përgjithësi është një planet neutral, pra ndërsa hëna është sot të plotë, okay? Dhe merr cilësitë e planetit me cilin është, që është në fakt pra me Marsin, merr zemërimin, agresionin, konfliktin, por Mërkuri sigurisht do të jetë pra më në balans me 21 mars që tutje. Sot kjo hënë e re me datën 19 mars ndodhet pra në Uttarapadrapada në shenjën e Peshqve. Është një kohë shumë e bukur, do ta ndihmojë pra të gjejmë paqe brenda vetes. Është një mundësi për të edhe njerëzit që janë më të acaruar mund të ndërtojnë paqe tani. Sepse Peshqit është shenja e fundit e zodiakut, lidhet me trascendencën, është shtëpia e 12 astrologjike në astrologjinë vedike, do thotë gjërat spirituale, do thotë të dalësh nga gjendja e ferrit, nga gjendja e smundjeve, nga gjendja e keqe. Ke parasysh? Pra lidhet me botën shpirtërore, me çlirimin, që quhet në astrologjinë vedike ose në diturim moksha. Është momenti pra kur heqim dorë nga gjërat e panevojshme dhe afrohemi më shumë hynorës, dorëzohemi, sepse s'ke çfarë të bësh më. Kush do të ndihmoj? Hynorja, ose prindi hynor quhet hynorja. Ose nëna hynore Shakti, hynia, Paramatma. Dhe meqense është një energji shumë spirituale, do të thoja, unë kam hapur një grup të ri të meditimit Lotus Oceans, pra me mua Afrodita Zaja mund të regjistroni falas, në fakt kam hapur sot sepse është hëna e re dhe është mirë për të bërë gjëra të reja, projekte të reja, mbjellje e re, blej një lule të re, gjëra të reja, projekt në përgjithësi gjëra të reja. Në rregull, kjo shenjë pra na thotë që të futesh brenda vetes, të bësh praktikë shpirtërore me përkushtim, të gjesh paqe të vërtetë. Tek meditimi Lotus Ocean në drejtimin e gurus hynor, pra Shan Trivedi, që shumica prej jush e njeh dhe tashmë është bërë dhe guru juaj nëpërmjet meje, për shqiptarët paktën, pra tek meditimi Lotus Ocean në drejtimin e tij
aty mësoj unë pra praktikat se si të realizoni këtë lidhje me hynoren. Si bëhet kjo? Pa një guru dhe pa një drejtues nuk e bën dot vetëm. Përdesa se ke bërë më përpara, nuk mund ta bësh tani kështu siç bëhen sot meditimet në mënyrë të gabuar, mbyllin sytë dhe futesh tek vetja, gjesh hynoren. Nuk e ke brenda hynoren. Ke një pjesë të saj. Kur do vinë në Shqipëri pra shanti, po pyet e vet. Pyet e vet. Ka ardhur pra shanti 2 herë në Shqipëri. Dhe ka ndodhur gjëra të mrekullueshme, prandaj edhe Shqipëria në përgjithësi është bërë goxha spirituale këto kohë të fundit. Këto vitet e fundit. Okej, pra aty tek meditimi lotusoshëm ne mësojmë çfarë mantra të themi në shqip, posturën e dur, ushqimet e duhura, çfarë duhet hash, balancosh mendimet e tua, të marrësh në kontroll trupin tënd dhe domethënë të rrisësh nivelin e shpirtit, që do të thotë pra spiritual. Por, nëse nuk kujdesesh për trupin, nuk mund të bësh kurrë një spiritual, aq më tepër guru apo mentor tani që është bërë dynjaja mentor në Shqipëri dhe i bëjnë dhe gabim. Domethënë nuk bëjnë të durën sepse nuk kanë kontroll as me trupin e vet. Pra të gjejmë paqe brenda kaosit është tema e hënës së re. Në rregull? Rruga e daljes. Përmes lidhjes shpirtërore pra me hynoren sigurisht, por përmes qëndërzimit, përmes zërit tënd, nëpërmjet zërit tënd, nëpërmjet fjalëve që ti thua, nëpërmjet ushqimit që ti han, nëse ti han gjëra që janë kundra natyrës, për shembull mishi, gjëra të gabuara. Ja. Nëse ti han gjëra të gabuara, nuk thua fjalët e duhura, pra nuk janë mantra të vërtetat pa kohë, atëherë domethënë e ke të vështirë për të lidhur me hynoren. Shenja e mirë e bukur, Venusi është shumë i lartësuar tek peshqit, njerëz. Aty ku është dhe hëna e re, është shumë, do të thotë që praktika shpirtërore, ata që bëjnë praktika shpirtërore tani do sjellin kënaqësi. Venusi thon kënaqësi, ndër të tjera. Saturni pra Neptuni sjell një reality check, nuk mund të jetojmë në ilusion. Nuk mund të mendojmë që gjithçka është në rregull dhe neve do flim gjumë. Jo, duhet të zgjohemi, pra zgjim, është hëna e re zgjim. Okej? Nga ky pozicion i gjithë këtyre yjeve, në fakt edhe sot që, pra tek sot që është hëna e re, energjitë tregojnë që duhet lëshojmë konfliktet, të mos mundohemi që të rregullojmë botën, por të fillojmë tek vetja. Saturni mund të sjellë pak rëndesë, ndjenja të vështira, melankoli, por mos u zhyt në to, sepse të bën që të nxit që të shkosh pra drejt shpirtëror. Jupiteri është shumë mirë, fakt, premton diçka shumë bukur. Pra sepse lumturia vjen nga lidhja me hynoren, nga shërimi i brendshëm, nga djegja e karmave të këqija, nga dituria që ti fiton, nëse fiton të vërtetën. Pra jo nga paraja suksesi, por nga puna që ti bën me veten tënde. Okej? Bukur, atëherë fillojmë avash me të gjitha shenjat. Ka ndonjë pyetje për peshqit edhe për peshqit, domethënë, apo nakshatrën, të cilën hëna e re është, dhe sigurisht pra e përsëris jemi duke folur për astrologjinë vedike dhe jo perëndimore, që jemi mësuar në të shohim në televizore, ato janë thjesht përkthime nga interneti, janë nga libra të gabuar, s'ka lidhje fare me qiellin, injoroj qiellin, fol për qiellin, po injoroj qiellin. Astrologjitë të tjera. Tani kanë filluar dhe astrologjia kineze, miun, tigrin, 12 shenjat astrologjike kanë qenë për herë dhe do të jenë për herë, mirë është që të mësojmë të saktën për astrologjia vedike. Dhe astrologjia vedike përdoren nga pellazgët në kohët e arta në epokën vedike, pra e dinin shqiptarët sepse edhe brenda shqipes ke gjëra nga astrologjia vedike. Dhe në Shqipëri e mësoj vetëm unë astrologjinë vedike, nuk ka të tjerë, mos u mashtroni. Tani, përpara se të marrim të gjitha shenjat, sigurisht astrologjia vedike është, çdo njeri është unik. Edhe dy binjak, pra binjak që ka lindur me 5 minuta me vonesë, i ndryshon tërësisht astrologjia. Pra, të gjithë jemi unik dhe kur themun ascendenti, duhet keni parasysh që ka dhe efekte të tjera, por shiko shenjën e hënës tënde, hëna, që është lidhur me emocionet,
Dhe shenjën e ascendentit. Pra, ascendenti do me thënë është personaliteti jot, e ke gjithë jetën dhe në këtë bazë unë flas. Pra ato që kanë ascendent dashin ose që kanë hënën tek dashi. Okej, fillojmë me dashin atëherë. Kjo hënë do të ndodhë në shpinë 12 astrologjike, një kohë shumë e fuqishme për dashët, për ndryshim, transformim, transformim në një gjendje më të pajshme për ta, sepse dashët kanë shumë energji, kanë shumë zjarr. Dhe këto pra dashët kanë kaluar shumë pastrim gjatë këtyre 2 viteve të fundit dhe je afër pastrimit përfundimtar, i cili do të vazhdojë gjatë gjithë vitit në fakt, por kjo hëna e re sot është shumë e rëndësishme për ta dhe për gjithë muajin, edhe për gjithë muajin derisa hëna e re të jetë përsëri, sepse nëse veprojnë me mençuri, pra gjatë kësaj periudhe, ta marrin seriozisht spiritualitetin e tyre, pra fillojnë me të vërtetë të bëjnë ndryshime në jetën e tyre dhe do të lejnë, domethënë të largojnë gjërat që nuk i shërbejnë më, quhet pastrim. Pastrim? Atëherë pra mund të përgatitet për një pjesë shumë të mirë të mbetur të këtij viti. Pra hëna e tyre është në energji dashët, jemi dashja akoma, okay? Lëshim, pastrim, mbyllje cikli. Mbyllje karmike gjithashtu. Të lënë zakonet e këqija, marrëdhëniet e këqija, modelet të vjetra, largojnë frikrat në ndërgjegjen që kanë. Pra, nuk është koha për të shtyrë, është koha për të bërë durim dhe pastrim. Dashët në fakt do të ndryshojnë shumë të gjithë në përgjithësi ata që janë ascendent dashi, kur Saturni të hyjë vitin tjetër në 2027 në dash, atëherë ju dhe njerëz dash të keni shumë ndryshime. Aspekti personalitetit fizik e tjera. Demi, ata që janë ascendent demi, jo, nuk mund të shkojnë direkt tek gaforja, do presësh pak. Okay? Demi, hëna e tyre, do të ndikojnë tek energjia e miqësive, rrjetet sociale, kujdes çfarë thoni aty, por edhe ëndrat, emocionet, koha për të besuar tek vetja, tek potenciali yt, demët. Hiq frikën nga dështimi, lidhu me njerëz, nëse të ftojnë njerëz ose diçka, domethënë mos u bëj shumë i mbyllur, bashkëpuno, suksesi nuk vjen vetëm për demat. Mesazhi ose këshilla që këshillojnë për demat nga aspekti astrologjisë vedike, dil jashtë, krijo lidhje, ndëro për gjërat mira për veten, mëso ligjet hyjnore të multiversit dhe shpërndaj dhe me njerëzit e tjerë nëse i mëson. Kjo do të jetë idealja për ty, për dash, për të marrë pikë pozitive nga universi dhe djegur dhe karmat e këqija. Këto sigurisht ligjet hyjnore të multiversit mësohen tek meditimi Lotus Ocean së bashku me mua çdo javë online. Si e ke burrin dash? Thuja, ti mësoj. Okej, vazhdojmë binjakët. Ata që janë ascendent binjakët, ajo që do t'i preki më tepër binjakët është aspekti i karrierës, drejtimi i jetës. Mund të kenë një gjendje shumë emocionale në punën e tyre, marrëdhënie me kolegët, me shefin, diçka e tillë, por hëna e re do të thotë edhe një fillim i mbar. Punë, pra në profesion, qëllimet që ti ke. Reflektim dhe i thellë gjithashtu, pra keni një energji spirituale. Ata njerëz që punojnë drejt spiritualitetit do të jetë fantastike fare, madje dhe fitim ekonomik. Por njerëzit e zakonshëm pra duhet mendojnë kush është thirrja jote në të vërtetë. Suksesi vjen kur punon për diçka të lartë, domethënë për një qëllim të vërtetë, evolimi, përmirësimi, kënaqësi supreme në kuptimin jo dështimit dhe jo depresionit e këto gjëra. Kohë e mirë pra për punë të re, promovim, ndryshim drejtimi, puna për veten. Jemi akoma tek binjakët, pra. Mesazhi kryesor, gjej qëllimin tënd, vepro me përkushtim për të patur qetësi dhe gjendje emocionale në punë apo me kolegët apo me njerëzit në profesion sidomos, të shërben dituria përsëritjes së mantrave. Të kesh besim në vetvete dhe sigurisht mantrat në shqip dhe unë rekomandoj studentëve të mi Lotus Ocean që ti përsërisin pra
binjakët të mësojnë ca mantra, që të kenë një siguri shumë të madhe tek profesioni i tyre. Këto mantra i mësojmë sigurisht tek meditimi Lotus Ocean, dhe unë sot kam krijuar një grup të ri, mund të vini dhe mund të regjistroni, pra është falas në WhatsApp. Po, sa është numri? 00355 69 29 61149. Gaforja, ata që janë ascendent, Gafore, ka një energji shumë spirituale, më shumë se sa binjakët edhe demat. Pra, hëna e tyre është në shtëpinë e 9, pra aty ku është peshqi, dhe besimet, studimet, udhëtimet spirituale është fantastike. Takimi një guru mësues të ri, të re, që se ke patur më përpara. Mund të kesh ndjerë dyshim, lodhje në studime apo mungesën e besimit tënd. Po. Forco besimin të hyjnorja, domethënë, shkon drejt kësaj rruge, respekto mësuesit, udhëzimin e tyre, lësho bindjet kufizuese, domethënë që nuk të kanë shërbyer deri tani. Sidomos në fe, në besimet. Ndryshme, ku e mirë pra për studimet të reja dhe udhëtime shumë e mirë, udhëtime jo shumë të shkurtra, okay? Praktik shpirtërore më të thellë, ndrim pra energjie për ta kohë super për të patur pra një guru, mund të vish te grupi im Lotus Ocean, më ke mua guru, drejtues për një evolim dhe përmirësim jete, sigurisht në sajt të udhëzimeve të gurus Prashant Trivedi. Mund të regjistrohesh tek seancat Lotus Ocean me mua në WhatsApp-in që thash më përpara. Okay? Gafora? Luani është pak me këtë hënën e re, duhet të ketë pak më shumë kujdes, sepse është në një shtëpi astrologjike që i prek, si thuash, intimitetin, frikrat, traumat, por sigurisht nëse bëjnë, domethënë futen tek vetja, domethënë bëjnë meditimin, sigurisht unë rekomandoj meditimin Lotus Ocean, pra është për një shërim në fakt. Mund të ndjesh pak më i ndjeshëm, shumë super i ndjeshëm, pas siguri. Okay? Rekomandoj patjetër luanët patjetër të bëjnë meditim, të rimarrin fuqinë që mund t'ju ja kenë dhënë dhe të tjerëve. Pa dashje, por ja kanë dhënë. Gjithashtu kohë e mirë pra për një shërim në marrëdhënie shumë intime dhe rregullim kredish, borxhesh, financash të përbashkëta në përgjithësi. Okay? Mos u përpiq gjithmonë që të kesh të drejtë. Jam unë, se luanët e kanë këtë tendencë. Kujdes me egon. Hëna e re është shumë pozitive në një farë mënyrë për një transformim të gjendjes psikologjike të tyre. Tek meditimi im Lotus Ocean, unë mësoj pra studentave Lotus Ocean, gjithashtu mund të vish, si bëhet pastrimi psikologjik. Keni dëgjuar? Pastrimi psikologjik. Puna me veten. Po, eja, nëse dëshiron, kemi hapur, pra unë kam hapur një grup të ri sot, regjistroj në WhatsApp. Prap numri, po shkruaj me të shkretën. Okay. 00355 69 29 61149. Luanët. Virgjëresha. Në Luan gjithashtu ndodhet dhe Ketu, planeti Ketu, që ju bën pak, domethënë, ju detyron që të bëheni spiritual. Okay? Virgjëresha. Ata që janë ascendent Virgjëresha, në këtë hënë të re, energjia që do të preket më tepër janë marrëdhëniet, partneriteti, angazhimet, testime në dashuri, në partneritete. Mesazhi kryesor, thon astrologët vedik, shikon njeriu siç është, jo siç të premton se është. E kanë bukur, shumë bukur pa, pëlqeu. Pra mos beso vetëm fjalët jo vetëm tek partnerët, por me çdo njeri që ti ke të bësh. Shpesh, mos i shiko vetëm fjalët, shikoj veprat. Okay? Ata që janë beqar kanë mundësi në këtë hënë të re, fillimi një dashurie të re, përmirësimi marrëdhënies që ke, ose zbulimi i mashtrimeve i maskave që ndodhen brenda mbrapa krave. Po, mirënjohje. Ajo është numri. Pyetja kryesore, pra Virgjëreshat akoma
a është kjo lidhja ime serioze dhe ndershme me qëllim të lartë, kujdes marrëdhënie toksike. Fokusi, integritet, sinqeritet, balans mes dashurisë dhe financave gjithashtu. Mos u zini me burrin me gruan për lek. Paktën jo sot. Ti se pagove këtë, ti e pagove këtë. Po britsjapi po vjen, ja, një sekond. Prit se u iku dhia. Dhia është simboli britsjapi gjithashtu. Po. Okej, pra super për partner spiritual. Rregull? Atëherë vazhdojmë me shenjën që vjen më pas, është peshorja. Peshorja. Hëna e re në shtëpinë e tyre të gjashtë astrologjike ku ndodhet pra peshit. Shëndeti, puna, rutina, shërbimi. Do me thënë puna e përditshme. Zakonet më të shëndetshme, juve që hanin shumë të pashëndetshëm në këtë hën, hajdeni pak, çfarë është ushqime më të mira për të ngrënë. Ushqimet vegetariane sigurisht unë i rekomandoj, ushqim më të pastër, gjumë më të rregullt, rutinë më e disiplinuar. Në qoftë se nuk jeni të disiplinuar, juve keni keq fare, peshorët. Po, kurse ka njerëz peshorë që egzagjerojnë, domethënë punojnë si qen ose punojnë në mënyrë egzagjerojnë, domethënë. Mos e sakrifiko shëndetin për punën, trupi yt mund të jetë shumë i ndjeshëm dhe është mirë që të kujdesesh për trupin, pra për shëndetin fizik, ditor. Koha e mirë për filluar ndonjë punë, ndoshta përmirësimi i stilit të jetës. Pra kjo është energjia kryesore. Fokusi, disiplina, shëndet holistik, heqja e pengesave, zbulot çfarë do të thotë të shërbesh më të lartit dhe hyjnorit dhe jo më të ultit. Kjo është mesazhi më kryesor për ta. Pëlqeu? Numri në WhatsApp. Shkruaj edhe një herë ku kemi nga studentët. Po, shkruaj edhe një herë. Se mbajmë duhet me i gjetë ku e shkruajta. Do ta dërgoj unë në mesazh pa problem fare. Më shkruaj në inbox afër të duhet vi te grupi jo dhe ta jap pa problem fare. Akrepi, e di që kam shumë veta në akrep dhe pikërisht këtë videon e bëra sot më shumë për akrepin se kam ja ca miq që kam marrë mesazhe shumë. Shife hëna e re. Akrepi, okay? Hëna e re në shtëpinë e tyre të pestë, kreativiteti, kujdes si shprehen, romancat, ndonjë pëlqim, këto gjërat, ose pëlqim jo vetëm për romancat, për partnerët, dhe pëlqim në përgjithësi për gjëra, kujdes çfarë pëlqeni, edhe lidhja me fëmijët. Okay? Koha për seriozitet në prindërim, më shumë disiplinë me fëmijët, organizo diçka krijuese me ta, është shumë e mirë këtë energji. Edhe sigurisht partneri këto gjëra, pra jo lidhje sipërfaqësore, mos u bllokoni tek gjërat sipërfaqësore. Kërkon marrëdhënie pak më serioze dhe me vlerë. Po, talenti yt ka nevojë për strukturë, jo vetëm frymëzim. Dashuri më e pjekur, kreativitet më i organizuar, është mjaft e fuqishme dhe pozitive për juve në qoftë se përsërisni mantrat nga qendra e gojës që e mësojmë tek meditimi Lotus Ocean, sepse shtëpia e pestë astrologjike ka të bëjë shumë me mantrat. A mund të manifestojmë në këtë hënë të re dhe çfarë? Pra gjithë këto energjitë që unë po them, për çdo shenjë, në atë aspekt mund të manifestohet. Për shembull këta, tani do marrim shqiptarin, okay? Ato do fokusohen më tepër tek shtëpia, familja, lidhja me nënën e tyre nëse kanë gjallë, pra baza emocionale. Pra çdo shenjë tek hëna e re, ajo energji mund të manifestohet dhe nëse ti sigurisht varet nga pikët e karmave që ke. Njeriu nuk mund të manifestojë gjëra sepse dëshiron dhe do që ti bëj kështu shpejt e shpejt. Njeriu manifeston aq sa ka pikët, ka sa pikë karmike ka. Sa ka punuar me veten, sa është lidhur me universin, nëse atëherë mund të manifestoj gjëra. Dhe me qëra fjale gjithë jetën tonë ne manifestojmë vetë në bazë të gjendjes shpirtit që kemi. Okay. Si nuk e mora vesh, shkruaj çik më saktë. Në rregull, pra për shigjetarët, fillim i ri,
një jetë familjare ndoshta ose shtëpia e tyre, vendbanimi diçka me ndryshim tek shtëpia e tyre. Paqja e brendshme, çfarë sjell lumturi. Kjo energjia, si më thënë, do të fokusohet te kjo hënare. Mesazhi pastron energjinë e shtëpisë, që ke të shtëpia brenda. Shtëpia jote, jo imja. Po. Dhe unë sigurisht për të pastruar energjinë, unë i këshilloj të dëgjojnë muzikën Lotus Ocean, cila ndodhet në YouTube, pra është falas. Verë me Bluetooth, me zë të lartë, muzikën Lotus Ocean ka vibracionet e jashtëzakonshme, në fakt largon gjindet, largon energjinë e keqe. Unë i këshilloj. Madje mund të vësh dhe një shishe me ujë, me qelç përpara dhe ta pish atë ujin. Sepse është bërë muzika Lotus Ocean është bërë nga një njerëz që është, domethënë, shumë i pastër. Në qoftë se vet një muzikë tjetër nga një njerëz që ka ëngër mish gjithë jetës, ka vibracione shumë t'ula dhe muzika e tij që do bëj do të jetë e ulët, nuk e këshilloj fare. As për ujin dhe as për ta dëgjuar në fakt. Pra krijon një ambient më të mirë shpirtëror dhe më të ngrohtë. Kujdes mos u përpiq të kontrollosh të tjerët në familjen tënde. Mos e lidh humorin tënd me humorin e tyre, mos u zini me njerëzit e shtëpisë, okay? Më shumë liri për ta, më pa kontroll ndaj njerëzve të shtëpisë, sidomos përsëritja e mantrave në shqip ndihmon shumë në balancimin e mendimeve të tua dhe në arritjen e paqes. Po, mantrat mund t'i mësojmë së bashku. Të gjithë kush dëshiron mund të vinë. Kemi hapur një grup të ri, siç u thash, të Lotus Ocean, që do të fillojmë, pra janë 10 seanca falas ku ti mendon, ku ti mëson si është. Po ta dërgoj unë linkun. Ta dërgoj unë linkun në Lotus Ocean, Lotus Ocean. Shkruhet në shqip. Muzika e meditimit, muzika e Prashant Trivetit, pra gurus Prashant Triveti. Të gjithë njerëzit, sepse është muzikë parajsore, sjell vibracione janë shumë të pastra dhe atëherë madje nëse vë këtë muzikën dhe në natyrë me një Bluetooth ose me diçka, me një zë më të lartë të del ylberi, natyra reagon sepse i njeh këto vibracionet janë shumë të pastra. Dhe sigurisht një vibracion i pastër do të pastrojë, një vibracion i keq do të uli. Okay? Muzika Lotus Ocean. Bukur. Për mantrat do t'i këshilloja pra absolutisht të thonë nga qendra e gojës. Mantrat jo vetëm që duhet t'i mësojnë, pra të krijosh një vibracion të mirë nga goja jote për të rritur vibracionet e tua, por mantrat sigurisht janë edhe të mira për akoma më shumë pikë pozitive dhe manifestimi, ai që pyeti dikush më përpara, është në qoftë se ti thua nga qendra e gojës. Dhe këto mësojnë vetëm tek meditimi Lotus Ocean. Po, mantra që të thonë, unë dëshiroj paqe dhe harmoni, pra duhet punoj drejt saj gjëja. Okay, për ulem ndaj natyrës dhe hynor. Duhet kemi një shenjë për ulem ndaj natyrës dhe hynor, sepse të kanë dorë. Njerëzit që janë egoista dhe nuk kanë një shenjë për ulje ose një sjellje për ulse, atëre, domethënë, do për ulen kur vjen ai tërmet ose ndaj gjë kështu. Atëre kur i ka kaluar afati, si më thonë. Britsjapi. Shenja e britsjapit, ata që janë ascendent britsjapi. Tani çdo kush mund ta shikojë ascendentin e tij. Në rregull? Çdo njeri ke në internet, ke appin e Prashant Trivetit, çdo kush mund të në sanskrit, jo, nuk i rekomandoj të thuash mantra në sanskrit. Duhet thënë një gjuhë që ti kupton më mirë. Këtu po flasim shqip, jemi gjithë shqiptar. A jeni shqiptar ju apo? Shqiptar, duhet i themi në shqip mantrat. Edhe asnjë qenie nuk mund të pushtojë një qenie tjetër, është mantra që unë jap tek klasat fillestare madje. Dhe po, pasi të mbarojnë klasat fillestare mund të shkojnë në një nivel më të lartë. Ka nivele të ndryshme. Lotus Ocean, po, në YouTube. Lotus Ocean është bashkë, është një fjalë. Britsjapi hëna e re është në shtëpinë e tyre të tretë, pjesa e energjisë që do fokusohen më tepër dhe që do të kenë transformime, pra është komunikimi. Do të kenë madje kuraj të fortë emocionale për të komunikuar, nëse sigurisht varet dhe nga planetet e tjerë në horoskopin e tyre, okay? Koha për të zhvilluar një aftësi të re, një talent të ri. Ata që merren me muzikë shumë e mirë për të dhënë ndonjë instrumenti ose diçka e tillë për të përdorur duart sidomos, okay? Ose një idera të reja, biznesi, projekti i ri. Ecjet
Ecja në natyrë është shumë e rëndësishme për ta. Kujdes, mos u bllokon nga vetë sabotimi ose dyshimi, qartësia mendore shtelpsore. Fokusi, pra disiplinë, praktik, guxim, vazhdimsi. I rekomandoj patjetër të mësojnë posturën e dur dhe të trupit, gjithë trupit, por dhe të duarve, me luljen e lotusit brenda duarve, në rregull? Duhet patjetër. Dhe se si forcohet pra komunikimi nëpërmjet posturës së qëndrëzimit dhe së folurës nga qendra e gojë, që mësohet sigurisht tek meditimi lotusoshëm së bashku me mua. Ata që dëshirojnë të vinë, ka një mundësi pra dhe sot të vinë. Sot nesër këtë javë do fillohet grupi i ri. Kanë ardhur në fakt mbi 10 veta, aty ka vend për 32 veta. Kështu që më i shkafti më i shpejti. Ujori. Hëna e tyre në shtëpinë e dytë. Pra, energji ujore. Pra, çfarë do sjellë kjo hënë e re për ata që janë në ascendent ujori? Lek, para, sa qef ka njerëzit kur përmend fjalën lekët. Ngordhen për këtë fjalë. Kanë shumë i hapin syt, i ndriçojnë syt. Okej, ujorët pra para, vetë vlerësim, siguri, lek, financë, e mirë, shumë e mirë, në fakt. Por edhe mënyra se si e vlerëson veten, kujdes edhe ata që kanë shumë lek që janë ujori, ose që kanë ascendentin ujori, okay? Mënyrën se si shpenzojnë lekët, kujdes, sidomos deri në 21 mars, që Mërkuri është retrograde, do të keni shumë kujdes, mos bëj shpenzime të kota budalliqe, dhe domethënë thua u bë që bëra unë pastaj, duron edhe ca ditë, mendo afat gjatë. Mundësi pra të mira për përmirësim financiar. Por ujorët edhe ushqimi i tyre, do të kenë kujdes dhe me ushqimin që hanë, pra mund të ndryshojnë dietën e tyre, në fakt, mund bëjnë vegetarian për shembull, tani ka energji shumë të dur për këtë. Okay? Në gjendje stresi nuk duhet egzageruar juve ujorët me pirje apo ushqime të pashëndetshme në këtë periudhë. Pirje gjërat që pini të pashëndetshme, pra, ose ushqimet, kujdes. Balancimi i mendimeve dhe shmangja e veseve të këqija të ndihmon, pra, si ti shmangësh këtë gjë, të ndihmon shumë e folura nga qendra e gojës, që është ilaçi më i mirë. Dhe sigurisht e mësoj unë si bëhet e folura nga qendra e gojës tek meditimi lotusoshëm, pra me mua në shqip, në fakt dhe në anglisht dhe në norvegjisht. Pra, për norvegjezët norvegjisht, për shqiptarët shqip, për të huajt anglisht, ata që e din mirë sigurisht. Okej, atëherë kalojmë tek shenja e fundit, peshqit. Hëna e re në shenjën tënde është peshqit preken shumë nga gjithë shenjat, peshqit preken më tepër. Peshqit. Sepse hëna është tek peshqit dhe hënën do ta kesh drejt për së drejt, madje dhe dielli është në peshqit, sepse astrologjia vedike njerëz, hëna dhe dielli si thuan unifikohen një herë në muaj. Hënës si duhen 28 ditë ose një muaj afërsisht, bën në gjithë shenjat shkon për 28 ditë, që do thot muaj, month, do thot man, moon, pra hëna krijon muajin. Në fakt hëna krijon muajin. Muaj, dhe është takohet në fakt me diellin, si më thënë, sepse dhe dielli është në peshqit, hëna është tek peshqit, në fakt kemi dhe Venusin tek peshqit. Pra për peshqit do të ndodhin shumë, si më thënë, është shumë e fuqishme kjo hënë e re, okay? Fillimi i ri në identitet, i jetë, imazh më i mirë i vetes dhe ndaj të tjerëve. Pra një drejtim personal të fuqishëm. Kohë e fuqishme në fakt për versionin tënd më të pjekur, lënien e zakoneve të vjetra të këqija, nëse ke patur, tani mund të kesh patur. Okay? Fokusi, kujdesi për trupin, pamjen, shëndetin, reputacionin. Një reputacion më të mirë për ata që kanë punuar me veten, sidomos gjatë gjithë këtyre muajve, do të thoja tani, pra më shumë përgjegjësi dhe vetë respekt. Sigurisht,
Mesazhi për peshqit, për ata që janë shëndet peshqi ose se kanë hënën tek peshqi, transformohu me vetëdije dhe hy në versionin tonë më të mirë. Kohë e përsosur për meditim. Absolutisht, ata që janë peshqit, pa meditim sot, nuk do shiheni fare nga universi. Të paktën thuaj ndonjë mantra, unë dua të mirën vetes time me zë, jo duke menduar me zë, asnjë qenie nuk mund të pushtojë një qenie tjetër. Unë dua të njoh të mësoj më tepër mbi ligjet hyjnore të multiversit. Është shumë e rëndësishme për të bëjnë meditimin. Dhe unë do t'i patjetër jo për peshqit, por për gjithë shenjat, pra që të kenë efikasitet në këtë hënë të re, të fillojnë meditimin lotusoshëm, të paktën së bashku me mua tani unë jam në dispozicion, të paktën këtë periudhë tani është falas online seansat fillestare, aq më tepër që Venusin e kanë të lartësuar tek peshqin, gjithashtu që është super për ta, pra regjistroni për gjithë shenjat tek meditimi lotusoshëm online në WhatsApp, numri po 000355 69 296 1149. Rregull, shihemi tek seancat online. Guru Piti Prashantri Vedi, besoj që juve tashmë shumica e ka njohur, ka një dituri shumë të madhështore dhe mirënjohje për mësimet e tij ndriçuese dhe për përmirësimin e trekëndshit tek qenia jote që është trup, mendje, shpirt. Shiv Narayan. Keni ndonjë pyetje? Okej. Kënaqësi. Mirë, atëherë do të shikohemi tek ndonjë video tjetër. Këtë videon unë do ta vendos në YouTube, kështu që mund ta shikoni. Për çdo shenjë, qofse ka dikush që ka dëshirë ta ridëgjojë apo dikush që dëgjon për herë të parë. Kalofshi bukur, gëzuar hënën e re.